Në të dalë të Tiranës, në drejtim të Durrësit, po vijojnë punimet për një arenë gjysmë të përkohshme, e ngritur posaçërisht për këtë rast, e megjithatë Eagle Stadium, stadiumi i Shqiponjave, me një kapacitet të deklaruar prej 60.000 vendesh, do të çmontohet menjëherë pas të vetmes natë për të cilën do të përdoret. Është pikërisht vendi ku më 11 korrik do të performojë Yi, i njohur si Kanye West, i cili mbërri në Shqipëri pasi u përjashtua nga disa skena europiane për shkak të qëndrimeve të tij antisemite, dhe jo vetëm. Për vetëm pak ditë përpara ngjarjes, faqja zyrtare e shitjes blerjes së biletave tregonte ende mira vende të mbetura bosh. Për këtë arsye qeveria e Edi Ramës u detyrua të ndërhynte me një manovër të diskutueshme, duke përdorur para nga arka e shtetit, 4 milion euro nga fondet shtetërore, të alokuara në minutën e fundit, që koncerti të mos u dështonte. U detyruam të financonim 4 milion euro në minutën e fundit për koncertin e Kanye West, përndryshe ai do të anulohej, deklaroi kryeministri shqiptar në një video të gjatë të publikuar në rrjetet sociale. Për median ndërkombëtare, Rama arsyetoi këtë përzgjedhje duke e lidhur më shumë me imazhin e vendit sesa me shitjen e biletave. Duhet të shmangim turpërimin e Shqipërisë në sytë e gati 25.000 vizitorëve të huaj nga 80 vende të botës, të cilët i kishin bler tashmë biletat për të parë Kanye West, ndërsa shumë të tjerë i friksoheshin anulimit të koncertit, shkroi ai në Facebook. 400 milion lek, gati 4 milion euro, u morën nga fondi rezervës së shtetit përmes një akti normativ, duke u bazuar në nenin 101 të Kushtetutës së Shqipërisë, i cili i lejon qeverisë të nxjerrë vendime me fuqinë e ligjit në rast nevoje dhe urgjence. Rama pretendon se ky operacion do të gjenerojë të paktën 100 milion euro për ekonominë lokale, indikuar edhe nga rritja e rezervimeve të strukturave akomoduese për datat e koncertit. Në prill ishte po kryeministri Edi Rama, që kishte njoftuar me bujë të madhe mbërritjen e reperit. Premtimi ishte krejt ndryshe. Shqipëria do të garantonte vetëm mikpritjen, sigurinë dhe logjistikën, kishte thënë kryeministri, ndërsa ministri i kulturës Blendi Gonxha kishte sqaruar se aktiviteti nuk do të merrte fonde publike, pasi financohej tërësisht nga shitja e biletave dhe organizohej nga një grup privat partnerësh shqiptar, gjerman dhe turq. 3 muaj më pas, ai premtim doli i pavërtet, pa ndërhyrjen direkte të shtetit. Koncerti rrezikonte të mos bëjë fare. Një ndër arsyet e këtij dështimi në shitje janë biletat. Ato kushtojnë midis 292 dhe 339 euro, një shifër krejtësisht e papërballueshme për pjesën më të madhe të publikut vendas, duke pasur parasysh se paga mesatare në Shqipëri sillet rreth 870 euro bruto në muaj. Për më tepër, prej më shumë se një muaj, Tirana dhe qytetet të tjera po përshkohen nga protesta të përditshme kundër qeverisë. Këto protesta nisën fillimisht rreth projektit të një resorti luksoz nga sipërmarrësi Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, dhe ushtrin më pas edhe në projekte të tjera imobiliare në Bregdet, pranë zonave të mbrojtura, si dhe ndaj akuzave për korrupsion kundër qeverisë, të cilat Rama i hedh poshtë. Pensionistët jetojnë me 110 euro në muaj, nëpër spitale mungojnë pajisjet dhe mjekët, por qeveria gjen para në minutën e fundit për një koncert. Po talleni me ne, shkrojnë në rrjetet sociale një vajzë shqiptare me 41.000 ndjekës. Gazetarja Euronews Albania, Alica Ofilia, rreshtoi në një video prioritetet që sipas saj janë lënë pas dore nga qeveria: mungesa e një riciklimi të vërtetë të mbetjeve, plerat e braktisura përgjatë plazheve dhe fshatrave, kafshët e rrugës dhe rreziku i infrastrukturës, si edhe rasti i shkëmbit që rrëshqiti në rrugën Tiranë-Korç, duke i marrë jetën një shoferi. Nga samiti i NATO-s në Ankara ku ndodhej gjatë ditëve të polemikave, Rama jo përgjigj menjëherë sulmeve, duke i cilësuar si korba disa pjesëtar të opozitës, të cilët sipas tij po manipulojnë debatin publik. Pavarësisht famës së tij ndërkombëtare, historia e fundit e Yi është e mbushur me anulime. Në vitin 2025 Australia i mohoi vizën për shkak të qëndrimit të tij ndaj komunitetit hebre dhe faktit se kishte provuar një lijm veshjesh me imazhin e një swastike. Po atë vit albumi i tij, realizuar në bashkëpunim me Dave Blunts, hapej me një varg që bashkonte një fryrje raciste me një lavdërim të hapur ndaj Hitlerit. Pasi publikoi përmbajtje antisemite në rrjetet sociale, Yi kërkoi ndjesë publike, duke thënë se ishte i penduar për dhimbjen që kishte shkaktuar nga fjalët e tij dhe duke kërkuar falje, ndërsa në disa raste i ka lidhur këto episode me çrregullimin e tij bipolar. Më pas qeveria britanike e Keir Starmerit i ndaloi hyrjen në Angli, ku ishte njoftuar se ishte personazhi kryesor i Wireless Festival, pjesëmarrësit e të cilit u rishikuan më pas. E njëjta gjë ndodhi edhe në datën e Krakovës në Poloni, e cila u anulua. Ndërkohë Franca pezulloi shfaqjet e tij në territorin kombëtar në pritje të vlerësimeve të mëtejshme. Kësaj liste i shtohen edhe anulimet në Indi, Republikën Çeke dhe madje edhe në Itali, ku dështoi festivali misterioz Hello Waits në Reggio Emilia, në të cilin gjithsesi kishin mbetur pa ushitur një numër i madh biletash. Pavarësisht këtyre ndalimeve, gjatë muajve të fundit Yi ka arritur të performojë në Slovaki, Holandë dhe Gjeorgji. Pas Tiranës, turi i tij evropian pritet të mbyllet me datat e Madridit dhe rajonit të Algarves.
përpara finales së madhe në Chicago më 3 dhe 4 shtator, gjithmonë nëse gjithçka shkon sipas planit.